është vërtet për të mërzitur, është për të mërzitur që midis pëdjevës vjen 100% musliman me i majt fitoret, picerit, kebabtoret, të tjera me majt hap. Çdo që tjetë, pronari e ka haram 24 orë. Vetë agjerushëm, qirësat në dorë, lokali jam, me hapit ditën, i thëmë njerëzve ordnani hani, po mënone me mbledhë sa ma shumë njerëz që hajnë Ramazanin, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pra e ka haram, be harameve të mëdha, ajo është ka bërë mëkat të madh. Andaj e throsëm atë të pendohet te Allahu. Shëjtrimi i kohës e shton sevapin, por e shton edhe gjunahun. Për ata i cili pin alkool në Ramazan, ai ka gjunahin e shumë fesht, shumë më shumë se sa i cili pin është Ramazanit. E marrë Allah, çfarë zamani kemi ardhur. Çfarë zamani kemi ardhur, po djeva i ka 100% musliman. Dhe këtë lapit, 100% janë musliman. E me shit alkohol. Më shërby alkoholi. Me qëndru hapur gjelltorët, restoranet, kafenet gjatë ditës Ramazanit. Ku Zoti mu ma ka bo haram për veti. Me hangare me pi. Ta ka bo edhe ty haram. A i ta ka bo haram, unë thëmë të boft mirë. Që bje kja. Ke bje sikur se të komata, qërë unë nuk përmarë komatën, a dënë unë për veti, juve që ty për tepi. Dhe me thonë, unë të pështe për veti, po ty zëgajle, ose të droga atje. Nuk e përdor, për e shetë. Dhe me thonë, ty bërë me rujtë shëndetin tënë, me rëndësi me rujtë shëndetin tënë, familjes, a pëse e pri shëndetin e të tjerve, shkatërën të tjerve, bejtit të tjerve, po bëjka, ata tjerë nuk pas kanë shejtëri. Ata s'ka problem me i prish me drogë. Vesh për vetë mësë me përdor. Ose për vetë mësë me pi alkohol. Po tjerë të bëna, a i për me shku në gjehnem. Dhe minimu ti me shku në gjehnem atina, ti pi një manë, po bëjka minimu ati, me shty më thonë, shka sa ma fëllë gjehnem, po bëjka, a islam o kjo? A është islam që kë? Jo të mja dasht, por e minimu që keqja me shku të tjertë. Ja minimu të keqja njerëzve. Spi duhan, por ta qes ty. Dhe më thonë, unë nuk e prish shëndetin tem, se duhan e dëmë shumë, por të preshe, i bën kopët gajle, preshe të shëndetin, veç mu me pare. Kjo është mirësi, është drejtësi kja, fejo që kja. Mas pja dash tjetërit miren, të de facto pja do të keqen. Për luftan ata. Dhe pja përparësi parës, ma shumë sa dinit të tjetërit. Pra për pare, unë dinin të ta qësë në tokë. Për pare, ty qenë haram, qenë gjehnem. Veç mua në pare. Dinit që këja, a është din kë. Që shtë është këja, shëfë që është manoja fesë. E Allahu, kur thot në gjërima që lalikum të tëkun, në cek të këvallokun dëve të shmërin, ju është bërë agjerimi juve farz në mënyrë që ju të arrini shkallën dëve të shmëris. E ta në kjo shkallë dëve të shmëris është të mënyrë relative kush sa ma shumë natër. Tonë kemi hisen të si muslimën, për s'kem njejtë, sepse a i cili shërben tjetërit birra, a i cili shërben tjetërit duhan, ku ka të këvallokaj? E ka shumë zbehtë atë të këvallok, për mësë me thonë, s'ka heqë. Pra Allahu, kur thot me qenë dëvaqëm, ulemat kur kanë folë për takvallokun dëvaqëmërin, kanë thanë se dëvaqëmëria takvalloku është një përbledhje e krejt të mirave të jetës e njeriut. Kur është një përbledhje të mirave të jetës e njeriut që i duhen, qoftë në raport me Zotin, në raport me gruan, në raport me fëmijën, në raport me këshin, në raport me shtetin, në raport me qytetarët, në raport me shëndetin, në raport të pasurinë e tjetërit, në raport të pasurinë tënde, kjo është takvallok. Pra nuk qenë ka takvallok vetëm me nejtë në gjami, dhe vetëm me agjiru me nejtë për hamër e papi, dhe vetëm me qitë krynsishde, apo vetëm me dhonë sadaka, apo vetëm me shku në haqë, nuk qenë ka takvallok vetëm kja. Kjo është pjesë takvallokut, dhe është pjesë te për e rëndësishme takvallokut, e dëveçmeris, e dinit e islamit. Ama takvallok është me dëveçmeria është me më. është për adhe me ruj tjetër. Me thonë joj, nuk ban.
Nuk ban. O vëlla, nuk ban se haram për ty dhe për mu. Qështë ta du të keqen në ty? Qështë ta du të keqen? Po ti ki shejtërin tante. Po ti nuk përshe, veç ti nuk përshe ka i bëhara, ka ban haram. Unë du me të rujtë. Së dhe që tjetë. është vërtet për të mërzitur, ha? është për të mërzitur që midis pëdjevës, ku janë 100% musliman, me i majtë fitoret, pizzerit, qebaptoret, të tjera me majtë hapë. Po kjo është për alametit kiametit, kjo është për shenjave se sa është dopsuar feja në të trojet tonë. është larmanu. Vaki qëta që shesin, janë agjerushë pjesë ma për tyne dhe ti. Edhe pej pranarit, deri të kamarjeri, deri të punëtore aty, janë agjerushëm. Një pjesë madhe, anashta krejt, ajo shërbin tjerve. Qaj, bjen kje punë e vlla kështu. Së dhe që tjetë, pranari e ka haram 24 orë. Dhe unë shumë dyshoj, në agjerimin e qëti personi. Nuk përthëm që ai nuk agjeron, po dyshoj në vlefshmërinë e agjerimit të qëti personi. Ai veç rrëll pa hamar pa pi këtë. Nëse më të thonë të hanaj, e le të agjeron, por që ka do të vjell për i frytër të këtij agjerimit, do të shef ditë kiametit. Do të shef? Do të shef. Në shën kje punë. Vetë agjerushëm, qërësat në dorë, lokali jam, për hapit ditën, e thëmë njerëzë urnën e hani, e po mënën me mbledhë sa ma shumë njerëz që hajnë Ramazanin, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pra e ka haram, pe harameve të mëdha, a është ka bënë më katë madhë. Andaj e thrasëm atët pëndohet e Allahu, për ndryshe kam frigë shumë, kam dro, se asë një të mirë nuk do të avjel për agjerimit tina. Dhe jo të më kaqë, por e ka barën aty një që jep me hamër e me pi. E mos të harrojmë se në Ramazan ashtë të qyshë shumë fishohet sevapi, shumë fishohet gjënahet, për shkak të shejtrisë si muaj të bekuar. Për atë, nëse një për me të vërtetu këte, nëse një njëri pinë alkohol, jashtë Ramazanit, i njëti pinë alkohol në Ramazan. Kur e ka haramin më të madhë? Haram në Ramazan, haram është Ramazan. Por kur e më gjuna? Jam në Ramazan. Pa çka dalloj? Birë pepin në Ramazan, një birë pepin jashtë Ramazanit, i njëti person, njëti sasit pijeve. Dhe të Zotit janë. Po dhe qashtosh, kaj qashtosh. Po dhe vendi është i Zotit. Edhe shtëpia, edhe kafja, edhe xhamia është vendi i Zotit. Edhe qabe vendi i Zotit. Por është njëjtë me pi raki alkohol së në shpe, se kur në xhami. Që ndaloj, shejtrimi vendit e shton sevapin, por e shton edhe gjunahin. Shejtrimi kohës e shton sevapin, por e shton edhe gjunahin. Për ata i cili pin alkohol në Ramazan, ai ka gjunahin e shumë fesht, shumë më shumë, se sa i cili pin është Ramazanit. Ai i cili bën gjuna në ku do qoftë që tërkon tokë Zotit, ka gjuna, por ai që bën në qabe, apo në Mekë, ka gjunahin e shumë fesht. Dhe kështu me radhë. Andaj, le të tutën Zotit, ati kofshin fare ata pronar, e ju punëtorët, po që se keni mundësi me marë pushim, do duhej me marë pushim, ma herët me thati, në Ramazan, unë du pushim. Në Ramazan e du pushim. Po që se të imponohet me punu. Të imponohet me punu. E kjo të imponohet është këgjaran, këgja vështirë është. Kur nuk e mësi me gjithë pun tjetër, kur i ki kushtet shumë rënde, vështërsohet jetë. Atër dhe të mundu, pa prapë se prapë është vështirë e punë. Sepse ke punu gjatë ditës, nuk e shërby njerëzve haram, ma të pare me shqy fëmijët e tu, vetë vetën. Nuk e në regull. Që tu para, që e merë për Ramazan, që jep njerëz e ditën me humër e me pi, unë i shatut me që unë shpitem.
e me hamon me përdor për vetë. Por për lutem që gjunahin ta merr ai sipër. Ai ta merr. Qaj që është i guximshëm, bosi, gaza, ajo është i guximshëm, ai se tutet Zotit. Ai është i guximshëm. Kuptimi negativ i guximshëm i bëj gjunah Zotit. E jo trim. Për ku do të më kanë trim? Por është trim dhe guximshëm i bëj gjunah Zotit. Allahu e drejtoft ata dhe ta neve, ja Rabbi. Juve va zgjedh hajrin.